Emocionet e prakfillimit të sezonit të ri futbollistik 2026-2027 të Abisnet Superiore ishin në fokus të emisionit Studio Sport, transmetuar mbrëmjen e së mërkurës në ekranin e RTS Shkodra me analizat e të ftuarve në panel. Brenga e madhe e tanë tifozave të Shkodrës se dashamirëse të vllaznisë është pse mos mu qel ose mu bë ceremonia në Shkodër, pra tanë kanë dëshiruar që ceremonia në ishjes parë këtij sezonit me kanë Shkodër, pra me kanë vllaznia kampione. Jo me kanë Egnatja me Tiranën mu hapa atje kampionatit. Disa skuadra që ishin qëtësi janë të rrezikshme. Vllaznia është mundu si mjet me kanë diçka si më me në thojze si më me pikatore, por bëme po në tërësi skuadrën të cilët nis ditën e premte kampionatin, është pothuajse dublume në të gjitha raportet dhe të gjitha individet. Një bilanc i bukur që garanton besoj për një ndeshje shumë I bukur veçantë. Në këtë foto që ma tregove, tani më kujtua para disa vitesh, ishte shpëtim Duro 3-1, është hapur sezoni në Shkodër. Me Skënderbeun na kanë poshtur 1-3. Pjesë e këtij emisioni ishin edhe kampionati i volejbollit në Rër, zhvilluar në plazhin e Velipojës, përgatitit e skuadrave të kampionateve të kategorisë së parë, të dytë dhe të tretë, ndërkohë që të ftuar komentuan me keqardhje ndarjen nga jeta të biznesmenit të njohur Flamur Hoxha, i cili ka qenë njëkohësisht edhe sponsor i klubit të futbollit Vllaznia, si dhe më vonë presidenti i Vllaznisë në boks.